Julieta sapo ka realizuar një set fotosh për revistën Who. Qarkullojnë zëra se në këtë set fotografik ajo nuk është vetëm, por pikërisht me bashkëpunëtorin e saj më të ri, Noizin. Këngëtarja është treguar misterioze në Instagram, duke mos dhënë shumë detaje, por sigurisht pa harruar mimikën tipike me vetullën lart. Getoari qenka në Dubai. Këtë e tregon foto e postuar nga vetë reperi kosovar, i cili gjendet në katin e 148 të kullës më të lartë në botë, Biri Al Khalifa, me nënshkrimin Walking in the Sky. Të jetë duke menduar për jetën, karrierën apo duke numëruar shkallët vallë. Capital T postoi një foto e cila i bëri të gjithë fansat të jenë në pritje për hitin e radhës. Këtë herë, ai nuk është vetëm në studio. Reperi i njohur duket se do të godas edhe më fuqishëm pasi bashkëpunëtorja e tij në studio është pikërisht këngëtarja Rona Nishliu. Presim shpërthimin e radhës duke shpresuar që Rona të qesh këtë herë sepse mjaft ka qarë nga koha e Eurovisionit. Bleona Qereti vazhdon serinë e fotove selfie me njerëz të famshëm të Amerikës. Kësaj radhe, ajo ka postuar një selfie me vëllain e Ariana Grandes, Frankie Grande, me nënshkrimin se kaloi shumë mirë në shoqërinë e 32 vjeçarit. Frankie është njohur nga të gjithë jo aq për profesionin e tij aktor, sesa për ndjekësit e shumë në rrjetet sociale, ku duhet të themi se pjesa më e madhe janë të komunitetit LGBT. Enza ndihet gati për një ndryshim. Ajo pyet fansat e saj në lidhje me flokut këtë herë. Ti kthej natyrale apo jo? Më njerëz, flisni. Ndihmojeni Encën sa jeni në kohë sepse s'do të keni më gojë të flisni pastaj. Nëse Enca i merr përbazë apo jo sugjerimet tuaja, kjo është punë tjetër.